Rruga Postrib, ura e shtrenjtë, Prekal qarkullohet me vështirësi për shkak të shkurreve në të dy anët e saj dhe të inerteve të rëna nga malet në shumë segmente. Siç tregojnë edhe filmimet e realizuara paraditën e së entës, shkurret ende nuk janë prerë dhe gjithashtu as inertet e sjella nga përrejt 2 javë më parë nuk janë pastruar. Për pasojë ato përbëjnë rrezik si për kalimtarët ashtu edhe për mjetët dhe drejtuesit e tyre. Si rrugë, si asfalt është, po ka rënë shumë materiale, gur, thera, është bloku krejt si rrugë, me thënë drejtën. Një tash ishte i rast bile atje si fillë që u gome një kamjon që u mora me të aty një muë, një që keq abo. Tash është shumë keq, vinas me matër s'ka ka i kalën, s'ke kur nëhesh, therat, krejt a bloku me thënë drejtën. është bo problem kjo rrugë shumë. Rruga Postrib, ura e shtrenjtë, Prekal është pjesë e rrugës së Dukagjinit që të çon në Kir, Shosh, Breglumje deri në Theth, që do të thotë rrugë me qarkullim të konsiderueshëm automjetesh, sidomos gjatë sezonit veror turistik. Ky fakt e bën edhe më të domosdoshme ndërhyrjen e Bashkisë Shkodër për kthimin në normalitet të kësaj rruge, duke filluar nga prerja dhe pastrimi i shkurreve, për të vijuar me pastrimin e inerteve deri në Prekal. Gjithashtu kjo ndërhyrje kërkohet të shoqërohet edhe me rinovimin e sinjalistikës rrugore, pasi në pjesën ndërmuese ajo nuk funksionon. Kryerja e këtyre shërbimeve bën që kështu të plotësohen kriteret kryesore të përgatitjes për sezonin turistik.